Në udhëheqjen e Partisë të Popullit Shokun Enver Hoxha, punëtorët i shprehnin atij besimin që kishin ata dhe gjithë populli tek partia. Shoku Enver u fliste atyre për rolin e klasës punëtore, për perspektivat që i qeleshin vendit tonë. Sa e vështirë që fitori e lirisë, aq e vështirë mbetej mbrojtja e saj. Në bazë të mësimeve të marksizëm-leninizmit dhe të traditës së luftës nacionale shërimtare, partia punonte pa rreshtur për forcimin dhe modernizimin e ushtrisë popullore. Partia çmondte forcimin e ushtrisë si një çështje jetësore për revolucionin, si një kusht të domosdoshëm për mbrojtjen e pushtetit popullor, të lirisë dhe të pavarësisë së vendit. Ashtu si gjatë luftës nacionale shërimtare, edhe gjatë periudhës së rimëkëmbjes, një forcë e gjallë dhe e madhe ishte gruaja shqiptare. E udhëhequr nga partia, ajo bëri një luftë të dyfishtë për shirimin e atdheut dhe të vetvetes. Me fitoren e lirisë, gruas shqiptare dilin detyra të mëdha për emancipimin e plotë të saj, për të bërë gjithmonë më tepër një forcë e madhe për ndërtimin e socializmit. Jemi në prag të kongresit të parë të Partisë Komuniste Shqiptare. Partia do të shkojë në kuvendin e saj të madh me fitore të reja politike dhe ekonomike. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Shoku Enver Hoxha vizitonte ato ditë shtëpinë ku u themelua partia. Kongresi i parë i zhvilloi punimet në Tiranë nga data 8 deri më 22 nëntor 1948. Pas shpartallimit të ndërhyrjes brutale të revizionistëve jugoslav dhe grupit Siçeliko. Në raportin mbi veprimtarinë e Komitetit Qendror, sekretari i përgjithshëm i Partisë Shoku Enver Hoxha analizoi gjithë veprimtarinë e partisë qysh nga krijimi i saj, vlerësoi fitoret e arritura dhe etapat nëpër të cilat kishte kaluar vendi dhe partia. Kongresi jonë shok koincidon me dy data historike, me datën e revolucionit të madh të tetorit dhe me datën e themelimit të partisë tonë. Këto tri data historike përfaqësojnë Shqipërinë e re, përfaqësojnë lindjen e saj dhe erdhjen e saj në rrugën e socializmit. Më poshtë, Shoku Enver vazhdoi. Në shkollën e revolucionit të madh tetorit, në bazat e shëndosha të marksizëm-leninizmit, në bazat e mësimeve të mësojësve të lavdishëm të proletariatit ndërkombëtar, Marx, Engels, Lenin, Stalin, u themelua, u qelikos, edhe luftoi me heroizëm partia jonë, i qoj popullin shqiptar në fitore. Partia jonë e re, në bazë të programit saj kishte luftën e pamëshirshme, pa kompromis, dhe deri në vdekje kundër okupatorit dhe fislingave. Prandaj, partia duhet të punonte me gjitha forcat e saj, dhe të organizuar në shkallë të gjerë rezistencën e popullit tonë, luftën e armatosur në një kryengritje të përgjithshme të popullit, duke kaluar nga fazat e guerriljeve të qyteteve dhe të fshatrave dhe të mbrinte në krijimin e ushtrisë popullore. Të krijonte bazën morale, materiale dhe politike të ushtrisë popullit. Partia jonë kishte në program të grumbullonte rreth vetes dhe rreth programit të saj gjithë patriotët shqiptarë, pa dallim krahine dhe feje, njerëz me parti ose pa parti, por që në zemrën e tyre vlonte dashuria për popullin dhe traseun dhe urrejtja kundër okupatorit dhe të gjitha këto fuqi antifashiste dhe patriote të mëdha të popullit i grumbullonte dhe i drejtonte në luftë në platformën e Frontit Nacional Shqiptar. Antarët e partisë tonë ishin në krye të gjitha përpjekjeve me armikun. Armiku mundua ta shuante valën e demonstratave të popullit tonë, me anë të zjarrit dhe të hekurit. Por jo vetëm që lufta jonë nuk u shua, por u krijuan konditat që nga demonstratat të hidheshin në veprimet e injtiteve guerrile, duke kryer atentatet panumëta kundër spionëve të trazarve, duke prerë vija telefonike, duke hedhur merr rrurat e rrugat
duke ndjekur centralet e depot e tjera. Armiku e shtoi terrorin e tij pamat. Antarët e partisë me vendoshmëri dhe me shembullin e tij personal u bën shembull për masat e popullit. Ata e mësuan popullit si të luftonte për lirinë e tij. Populli jonë, nëpërmjet kaq fatkeqësive, njerrimeve të panumuta, intrigave dhe kërcënimeve, nuk e përkuli kurizim. Vullneti ti je kur të cituar lirinë, qëndroj kur do herë lartë si malet tona, dhe u regjistoj valve të tërpuarva të armiqve, ashtu si malet tona u regjistoj në kohës edhe stuive. Partia jonë e uhoqi popullin tonë në momentet më të rënda të historisë tij, nëpërmjet betejave të përgjithshme dhe momente të vështira dhe të poklavitura me sukses. Ajo në kryet popullit shqiptar mundi okupatorët, kuislinga dhe traktorët dhe i siguroi atëut dhe popullit lirinë, independencën dhe sovranitetin, vendosi në vendin tonë Republikën dhe demokracinë popullore. Në nuheqjen e partisë u vendosën ligjet e popullit, u vendos pushteti i ri popullor, u rindërtua atë i shkatruar nga lufta dhe në nuheqjen e partisë po ndërtohet socializmi në vendin tonë. Partia jonë komuniste ndërgjegjshme për rolin e saj udhëheqës dhe të avangardës do të vazhdojë me forcat shumë fishuara rolin e saj historik për të çuar popullin tonë në fitorie të reja. Partia kish ditur të kapte hallkat kryesore, kish vendosur diktaturën e proletariatit, forcimi së cilës ishte garanci e sigurt e ecjes përpara drejt ndërtimit të socializmit. Për të parën herë u vendos në vendin tonë regjimi i popullit, demokracia popullore. U realizua ëndra shekullore e popullit tonë, për të cilën populli jonë i shumë vojtur kishte luftuar shekuj me radhë. Lavdi popullit tonë heroik, të papërkullur nga luta. Dëshmorëve heroik të popullit tonë, që derë në gjakun pakurësire për popullin, për demokracinë popullore, për partinë tonë, për ndërtimin e socializmit në vendin tonë. Kongresi shtroi me forcë të madhe detyrën për çuarjen deri në fund të luftës kundër shtrëmbërimeve në vijën politike si pasojë ndërhyrjes armiqësore jugoslave. Duke përcaktuar orientimet kryesore për ndërtimin e socializmit, Kongresi shënoi si detyrë themelore ekonomike nxjerrjen e vendit nga prapambetje e madhe me anën e zhvillimit të vrrullshëm të forcave prodhuese. Kongresi e pajisi partinë me një vit përgjithshme marksiste-leniniste dhe i armatosi punojësit me një program shkencor për ndërtimin e socializmit. Kongresi forcoi unitetin e partisë dhe besdikrimin e saj ndaj marksizëm-leninizmit dhe internacionalizmit proletar. Shqipëria në të kaluarën vend i urisë, malarjes dhe analfabetizmit po ecte përpara me hapa shumë të shpejta. Brezat e rinj do të njihnin vuajtjet dhe njerimet vetëm nëpërmjet librave. Pas kongresit të parë, vendi hyri në një fazë të re zhvillimi. Shoku Enver në vitin 1949 në një nga qendrat e votimit. Sipas orientimeve të partisë dhe të shokut